midis datave 9 dhe 11 tetor janë zhvilluar 3 ditët festive të themelimit të Partisë së Punëtorëve të Koresë, Partisë Komuniste, aktualisht në pushtet që prej vitit 1949. Një nga partitë më të vjetra komuniste në botë, aktualisht akoma në pushtet në një nga 5 vendet e fundit komuniste që kanë mbetur sot pas rënies së murit të Berlinit dhe mbarimit të luftë së ftohtë. Ajo që ka bërë përshtypje ka qenë prezenca e delegacionit shumë të madh rus, e përbërë kryesisht ose kryesuar nga ish-presidenti Dmitri Medvedev, njëkohësisht që është kryetari i Partisë Rusia e Bashkuar, Единственная Россия, që është në pushtet ose partia zyrtare e presidentit Putin, dhe njëkohësisht pjesëtar ose zëvendës kryetar i Këshillit të Sigurisë ruse, ose Këshillit të Sigurisë që ata e quajnë në kuadër të operacioneve speciale ushtarake ose luftës në Ukrainë, që ne jemi ndryshe. Ai ka marrë pjesë në delegacion shumë të madh politiko-kulturor, nga të cilët mund të përmendim sekretari i Këshillit të Përgjithshëm të Rusisë, Partisë Rusisë së Bashkuar, zoti Vladimir Yakushev, zëvendës kryetari i parë i Këshillit të Federatës Ruse Aleksandr Koslov, ministri i punëve të brendshme, mjediseve natyrore dhe pasurive minerare, ka pasur dhe pjesë nga shumë ansamble kulturore dhe këngëtar i njohur të muzikës moderne ruse, siç është Ndjes Shaman, i cili është këngëtari vetëm evropian i cili ka mbajtur 2 koncerte në muzikë moderne në Korenë e Veriut. Në datën 9 është zhvilluar koncerti i dytë në një nga teatrat kryesor të Penjang. Njëkohësisht, siç e thatë edhe juve, gjatë paradës, përveç delegacionit rus, do të theksojmë që ka qenë edhe kryeministri kinez, edhe kryetari i Partisë Komuniste të Vietnamit. Bashkë me delegacione tjera nga Laosi, Kuba, fundet mike socialiste ose të botës, një quaj botë e tretë, lidhje së pa angazhuar të vendeve. Jesërishme? S'ka gjë. Një nga faktorët kryesor të paradës është që kjo paradë nuk ka qenë thjesht me zbulimin e raketave të reja interkontinentale balistike Hwasong 20, të cilat paraqesin një zhvillim të madh të teknologjisë raketore të Koresë së Veriut, pasi këto raste të raketa kanë një fuqi shtytëse mbi 1900 kuaj, ato mund ta prekin territorin amerikan. E veçantë e tyre që ato nuk janë raketa të masive, po janë raketa të shpërbërshme, nëse mund ta quajmë kështu. Pra janë raketa që duke arritur objektivin e tyre, shpërthejnë pas shpërthimit kryesor në disa dhjetra raketa të vogla, ose mini raketa që ne i quajmë, të pa dallueshme nga radari, që shumë të vështira për t'u hequr, për t'u eliminuar, që të cilat përbëjnë mbushje bërthamore. Pra është një taktik pak a shumë që u përdor dhe në Bosnjë, në kohën e luftës së Jugosllavisë, me raketa të vogla, me mbushje të vogël bërthamore, atomike, uraniumi të tjerë, të cilat akoma ndihen sot në Bosnjë. Ndërsa kësaj është paraqitur edhe fakti i modernizimit të ushtrisë së Koresë së Veriut, një ushtri që e cila përshtet tashmë e aftë për t'u matur me ato të Koresë së Jugut, Japonisë, ose Shtetet e Bashkuara, që janë disa nga fuqitë më të mëdha aziatike ose të dislokuara, siç është Shtetet e Bashkuara në Korenë e Jugut. Nga këto ne mund të marrim si konkluzion faktin që periudha e angazhimit të trupave koreano-veriore në luftën në Ukrainë, edhe në çlimin e oblastit të Kurskut, nga intervencionistët ukrainez që penetruan për një farë kohë, duke se ka vënë rezultatet e tyre, pasi mënyra taktike e formulimit të operacioneve ushtarake të Koresë së Veriut aktualisht, mënyra se si ato janë të pajisura, regjimentet, mënyra se si ato janë të organizuara në kuadër të leadershipit të tjera, po me gjithmonë forma shumë e më shumë sipas modelit evropian, pasi ata po mësojnë gjithmonë më shumë nga eksperjenca që po marrin në Ukrainë, ku janë duke u përballur me arsenalet më të mirë të NATO-s, të Perëndimit, të Amerikës, të Britanisë së Madhe, njëkohësisht dhe me një nga ushtrit më të stërvitura në botë aktualisht, që është ushtria ukrainase, e cila sërritet prej gjeneralëve komandantë nga Perëndimi, kryesisht nga Britania e Madhe, Norvegjia, Franca e të tjerë. Pra,
kjo është një lloj mësimi që ata po nxjerrin në një kohë ku Korea e Veriut ka që në vitin 1953 që s'ka hyrë në një konflikt të tillë të armatosur në asnjë vend tjetër, pas përshëndimit të luftës së Koreas. Qartë. 1953 Korea e Veriut s'ka dalë kur nga territori i saj, nuk ka qenë kurrë përfshirë në një konflikt. As Republika Popullore e Kinës, është që na duket madhështore me arsenalet e saj të vërtet, që ka numrat, ka teknologjinë të tjerë. Kina ka një kohë të gjatë që nuk ka hyrë në një konflikt armatosur, siç ka Rusia, Shqipëria të tjerë. Ata janë që në vitet 70 që s'kan pasur në kontakt me në një konflikt barabartë me ta flasim, sigurisht. Nuk po flasim kundër le të themi Vietnamit ose vendet tjera ku ata kanë treguar superioritet për shkak të zhvillimit të madh që Kina ka të pamofush. Qartë. Në këtë aspekt Korea e Veriut nuk ka treguar vetëm muskujt, le t'i quajmë, ose zhvillimin e saj teknologjik, por ka treguar edhe faktin që Korea e Veriut nuk është më ai vendi i cili ne gjithmonë në Evropë kryesisht me fotollok kemi buizuar, kemi shar, kemi treguar të ashpër me të diktaturë, një mbeturinë staliniste që mbahet me ndihmat e Kinës ose të Rusisë, pasi aktualisht sot, unë e them të nga pikëvështrimi polak, Koreanë Veriut janë në Evropë, janë 12.000 trupa të ushtrisë së rregullt Koreane Veriore dhe mbi 100 gjeneral që sot ndodhen në Kursk dhe në Donetsk, në Ukrainë. Po nëse do të shikojmë në hartë, në mapet të tjerë, distancën midis kufijve është diku te 5 orë, nëse ta marrim, ose le të themi 600 kilometra. Qartë. Pra Koreanë Veriut janë brenda sot në Evropë, janë 600 kilometra nga kufiri i Bashkimit Evropian ose kufiri i NATO-s. Pra kjo tregon një kalim të madh midis polit lindor, që ne e quajmë, ose linjës e largme, ku Korea e Veriut ne mësuar ta shikojmë të izoluar, me testet bërthamore dhe me sanksionet e SBA-s, tani ata janë brenda në Evropë. Janë pak a shumë në dyert të Evropës, nëse Ukraina nesër do të kolapsohet, siç gjëra duket se po shkojnë në këtë pikë. Koreanë Veriut nuk do të ndalonte gjë që të shtyheshin më para, të vazhdonin të shkonin nesër patrullat Koreanë Veriore në kufirin polak. Nuk do të ishte një gjë e çuditshme që do të ndodhte. Qartë. Në këtë aspekt, një nga pikat e tjera më fort interesante ka qenë fakti dhe një shtimit të prezencës së Kinës, jo vetëm në Korenë e Veriut, në parad, ku Kina mori pjesë në një delegacion njëkohësisht të madh, kryesisht politik, ku ka qenë fakti i gjatë takimit të Komonwealthit të vendet të pavarura në Tagjikistan, është hedhur ideja e mbërtuar sidomos nga presidenti bielorus, që organizata e Bashkimit të Shangajit, zyrtarisht një krijim i politikës kineze, një brez, një rrugë, i cili synon të lidh gjithë rrugën e Mëndafshit së bashku, të hapi tregjet, mënyrat e komunikimit, transport, turse të tjerë, të bëhet pjesë si observator në komunitetin e vendeve të pavarura. Gjë që do ta shtonte prezencën kineze, këto vende sidomos Tagjikistani, Kirgizstani, Turkmenistani, vendet jo shumë në pozita ekonomike, në si Kazakstani ose Uzbekistani, sot po përballen me shtim të madh të prezencës së Kinës, ekonomikisht nëpërmjet investimeve që Kina bën, nëpërmjet kredive që Kina jep, granteve që Kina jep, mënyra bursave që Kina jep. Pra le të themi, të pranojmë faktin që Kina është një faktor masiv i cili tejkalon shumicën e këtyre vendeve. Ata sot kanë ardhur të tejkalojnë Rusinë, ne dominojnë tregjet ruse. Nuk besoj që Azia Qendrore ka një mundësi shumë të madhe rezistencë kundrejt tyre. Pasi ne të gjithë e dimë që potenciali kinez është i pamposhtë në një farë mënyre. Me industrinë gjigante që Kina ka, facilitetet që Kina ka, produktivitetin që Kina ka. Pasi ajo është GDP-ja më e madhe në botë sot. Pavarësisht se SBA mbahet me madhja në prodhim ata më të mëdhenj. Pra, njëkohësisht kjo është diçka që duhet parë edhe me interes të Korea e Veriut. Koreanë Veriut ka qenë për një kohë shumë të gjatë të dominuar nga Kina. Që pas rrjedhës së Bashkimit Sovjetik deri në 2021, ata ka qenë përgjithsisht të dominuar tërësisht nga tregu Kinës. Dhe sot nëse shikoj shumë produkte që ata konsumojnë moderne ose të kohëve të fundit, janë kineze, nuk janë të huaja, nuk janë evropiane, nuk janë koreanë jugore sigurisht ose amerikane ose gjatë këtij lloji.
Prej 2021-shit deri tani Rusia ka krijuar një pozitë shumë të fortë strategjike. Nëse deri në 2021-shin 98-97% e tregut koronavirus ka qenë dominuar tërësisht nga Kina, pas fillimit të konfliktit sidomos në Ukrainë, po shikohet një bjerje e pozitës kineze dhe një rritje prezencës ruse. Aktualisht sot Rusia ka kapur mbi 10% tregjeve të Koresë së Veriut, nëpërmjet produkteve të bulmetit, nëpërmjet trithrave, nëpërmjet produkteve agrikulturore të ndryshme, mund të quajmë. Në sigurisht, prej valutës së madhe të huaj që Rusia po fu duke blerë raketat, sistemet raketore, armët koronavirore, e duke paguar për ushtar. Pas ushtar nuk po vjen falas për të luftuar për vendim të Rusisë në Ukrainë. Ne duhet të kuptohet kjo gjë. Nuk është asgjë e dhënë për shkak të solidaritetit midis dy vendeve, Rusia po paguan për ta. Ne po paguan edhe në gjeth, po paguan edhe në valutë, po paguan edhe në materiale. Qartë. Pra kjo është edhe një kërcënim, siç e thatë edhe juve, për mund ta quajmë miqësinë ruso-kineze ose aleancë, më saktë, pasi të gjithë e dinë që Kina nuk ka miq, ka vetëm partner ose aleat. Qartë. Dhe kjo gjë, nëse tani duket akoma stabil, do duhet të shikohet kur të përfundoj konflikti në Ukrainë, se si do të vijojnë më tej gjërat. Pasi pas përfundimit si do që të jetë rezultati i konfliktit, ka për të pasur sigurisht në një shpërthim nga ana e Rusisë i të kësaj furie të ekspansionit kinez ekonomik drejt Rusisë, drejt Azisë Qendrore, drejt aleatëve të tjerë siç janë Vietnami, Korea e Veriut e të tjerë. Të cilat Rusia ka shpërfaqur aktualisht. Në shumë pak kënaqësi që kanë dalë së fundi nga politikanët dhe nga publiku. Duhet të kalojmë edhe te pika tjetër. Duhet të kalojmë edhe te pika tjetër, se u zgjatëm pak si shumë. Po. Për të ngelur te Rusia dhe për të parë pak, po them, marrëdhënien me Afganistanin. Rusia është i vetmi shtet që e njeh Afganistanin, regjimin e talibanëve atje. Dhe ka zhvilluar në takimin e parë zyrtar pas njohjes së tyre de facto dhe heqja e talibanëve nga lista e organizatave terroriste. Ishte ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, që po themi ka lavdruar talibanët për stabilitet dhe ka ftuar për bashkëpunim mes Afganistanit edhe Rusisë. Si mund ta lexojmë këtë marrëdhënie të Rusisë me Afganistanin? Atëherë, gjatë zhvillimit të samiteve në Dushanbe të Taxhikistanit, vetëm festimeve në Penjan të Koresë së Veriut, në mos u zhvilluar dhe një samit shumë i rëndësishëm, sa më saktë platforma e diskutimit të Moskës quhet, nuk u quhet samit, po mund të quhet takimi i parë zyrtar midis Ministrisë së Punëve të Jashtme të Federatës Ruse, zyrtarëve shtetëror rus, edhe delegacionit zyrtar shtetëror të Afganistanit ose regjimit të ri të Emiratit Islamik të Afganistanit, të drejtuar prej talibanëve si shtetin. Rusia është vendi i parë evropian dhe perëndimor që ka njohur regjimin e ri të talibanëve ose qeverinë e re talibane. Ata janë hequr nga lista gjatë kësaj vere. Në Korikë ata janë hequr zyrtarisht nga listat e organizatave terroriste dhe janë vendosur marrëdhënie normale diplomatike. Janë pranuar kredencialet e ambasadorit dhe aktualisht ata kanë marrëdhënie normale diplomatike në kuadër të plotë të hapur të ambasadave, konsulve, kontakteve të tjerë. Rusia është vendi vetëm evropian perëndimor që ka njohur, ose ka të vende të tjera, është Republika Popullore e Kinës, Turkmenistani, Taxhikistani, po vende të vogla le të themi. Veç Kinës sigurisht. Vende të vogla rajonale kurse që e ka njohur. Takimi ka pasur rëndësi të veçantë për shkak të faktit se Afganistani është aktualisht duke kaluar në procesin e stabilizimit të pushtetit të tyre, të normalizimit të situatës shtetërore dhe të projekte të mëdha ekonomike që ata kanë për zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe për zhvillimin e një lloji të ri të shtetit bazuar në eksperiencën ruse, bazuar në eksperiencën e Turkmenistanit, bazuar në eksperiencën kineze, ose në atë të Iranit, le të thënë, duke që ata janë dhe radikal të religionit, nëse mund t'i quajmë kështu. Kjo bazohet në faktin se Rusia, Kina, Turkmenistani, Taxhikistani kanë refuzuar normat e shumta të vendeve perëndimore, të quajmë demokracia, barazia para ligjit, feminizmi, revolucioni seksuale dhe të tjerë.
Shumë gjëra nga këto ose po refuzohen ose kanë dështuar në këto vend. Pra nuk mund të bëhet fjalë për një demokraci të tipit perëndimor ose një regjim të tipit perëndimor të Tagjikistan ose Turkmenistan. Është diçka totalisht jashtë norme. Nëse ata mund të krahasohen me një regjim sovjetik të përzgjedhur me autoritarizmin e historisë së tyre. Pasi këto kanë qenë kryesisht sultanate, kaganate të tjerë që kanë qenë vende të absolutizmit. Njëjta gjë ka qenë edhe me Afganistanin. Ndoshta ata kanë pas periudha si Shqipëria në vitet 20-30 me ca reforma të bëra nga mbretërit e tyre. Asakoj po që nuk mbjatuan gjë. Kjo marrëdhënie tregon edhe ekspansionin e Rusisë drejt tjerë rajonit në një platformë tjetër, jo nëpërmjet armëve më, por nëpërmjet diplomacisë, nëpërmjet ekonomisë, kulturës, suportit. Rusia ka një të veçantë në mendimin tim. Pasi diskutohet shumë si ka mundësi që vetëm Rusia ja del me këto vende, flasim si Turkmenistani, Afganistani, Korea e Veriut. Rusët sot i bazojnë një politike shumë real politik, siç thoshte Bismarck njëherë në kohë, e cila bazohet kryesisht në krijimin e raporteve, marrëdhënieve vetëm në kuadër të reciprocitetit të benefiteve me kundër një tjetrit. Pra, nëse Korea e Veriut do na ndihmon, ne do t'i japim diçka, pa teknologji, ushqime, suport, grua e të tjerë. Nëse Tagjikistani na ndihmon në këtë, ne do të arrijmë të dishokojmë një bazë ushtarake, do të arrijmë të mbajmë prezencën tonë në kulturë, në gjuhë, në arsye të tjerë. Nëse Kirgizstani e të tjerë e bëjnë, ne do t'u japim diçka, po do të marrim diçka sigurisht. Në këtë rast, në Afganistanin është lufta kundër terrorizmit islamik, shtetit islamik që ka qenë në rast i shtetit ose masakrës së Korkusit para një viti që u godit një qendër e madhe tregtare e Moskës.